Djali ma qot. Pufja! Gecko! Let's go into the night so they can save the day. Who are these heroes to show you the way? PJ Masks and the PJ Masks. PJ Masks and the PJ Masks. 'Cause bedtime is the right time to fight crime. I can't think of a rhyme. PJ Masks and the PJ Masks. PJ Masks and the PJ Masks. PJ Masks! Ninja të mola. Djali ma qok lufton jo me një, por me 2 keqbërës, teksa përpiqen të shkatërrojnë ditën e hapësirës. Por jo sa ti e mund këtu. S'ka shans, e pash unë i pari. Haroje, djalushi ma qok është imi. Wow! Ha! 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 Pra po thoshe? Kështë i gjithi pari. Era e krahëve të bufes. Wow, lëvizje e bukur. E urrej lëndën gjitëse. Ej, hardhuca është e imja, e ka pa unë i pari. Ndoshta, mund të punojmë së bashku. Sok? Pak ndim? Prit një minut, Gecko. Ha! Hey! Kape të, djali Harut. Kjo është shumë e turpshme. Djali ma qok, Gecko është në telashe. Gecko! Wow! Ju nuk jeni ninjalino, jeni ninja për tac. Dhe ju, e quani veten mola? Nuk kam qenë kur ka që turpëruar. Faleminderit, bufe. Kjo ishte e tmerrshme. Të gjithë po qeshnin me mua. Ma odhe ninjalinot e mi, sa turpëruese. Nuk do të më kap një kur i sete me pijama. Shumë faleminderit. Do t'i kishim mundur, po të mos të shëndim se t'kaq koti. Ja dolëm. Lëvizje të bukura herojsh djema. Më bëhet qefi që mbaroj. Po, shkon në shtëpi. Shkojmë në shtëpi tani. Shikoni, Ha? ka ku dolëm gjitëse. Jo vetëm kaq, molat kanë ngrënë flamurin e shkollës. Më duket se vajza Luna dhe Ninja i natës janë bashkuar. Por ne, dua të them ju Soki mund të mbrëmjen e kaluar. Do t'i mundim sërish sonte. Nuk ka lidhje. Sikur të qeshin sërish me mua, ishte shpifur. Mos u shqetëso, kujdesemi ne për ty. Heronjt me pijame ja ku po vim. Drejt natës për t'i shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup si patrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Gecko! Po! Connori bëhet Djali ma qot. Amaya bëhet Bufe! Herojt me pijame! Shiko, ka rëmuj kudo në qytet, në ajër dhe në tokë. Duhet të jetë vajza Luna dhe Ninja i natës. Tek avioni i bufes. E çuditshme, nuk e kam prekur raketën. Hyn brenda për ta parë më mirë. Zvarani krëshqitës, pa shikojni. Haha, po, sa për të qeshur. Na zbrisni që këtu! Hey, si ju duket aty? Them ti lëm aty lart. Jo! Prisni, si përfunduat aty një herë. Ashtë i gjithi faj saj. Mollat e saj vodhën lëndën time në gjithse. Dhe ninjalinot e ti më vodhën magnetin hënor dhe patinën e lunës. U bën bashkë kundër nesh. E dita, nuk habitem pas gjithë gjërave të këqija që thatë për ta. Më duket si një film.
Hakmarrja e ninjave mola. Na zbrisni që këtu, mirë? Oh jo, u kthyen! Shpejt, na ulni poshtë! Janë keqbërësit, prisni. Nuk besoj se do t'i ndihmojmë ata, apo jo? E harruat? Po pra Geko, ne jemi heronj dhe heronjt gjithmonë ndihmojnë. Wow, ato ninja molat e kanë seriozisht. Keni kujdes. Mos u shqetësoni, shok, ju mbroj unë. Super muskujt e Gekos. Heronj, harruat diçka? Ka të drejt, duhet t'i zbresim poshtë para se të lëndoj dikush. Krahët e bufes! Super shpejtësia Machokut. Ja, ju spëtuan, të lumtur. Jo! Ata ninja mola e dut kanë gjëra tona! Janë gjëra tuaja, pse nuk s'koni t'i merrni? Ha, po tallesh, janë të shumë në numër. Ka të drejt, është thjesht çështje kohe përpara se të shkatërrojnë qytetin. Në rregull të gjithë, tek avioni i bufes. Edhe ata të dy? Po, dhe ata të dy do t'jemi më të sigurt në ajër. Dëgjoni planin. Bufja dhe unë do t'ju drejtojmë. Ninja i natës, ti dhe vajza Luna do na ndiqni. Dhe ti, Geko, na rri afër. Gati? Kam gjetur në lëndën time ngjitse. Këto ninja molat janë dallëzore. Do të thuash molat ninja, dhe nuk janë thjesht djallëzor, po na bëjnë të dukemi keq. Çfarë? Oh jo! Keni kujdes! Wow! E di që duhet t'i ndihmoj, por... Mirë, mbahuni, ju ka pun... Zvarani krëshqitës! Wow, si keqbërës të vegjël që janë, ato ninja molat janë vërtet një telash. O jo! Sytë e bufes! Ninjat mola kanë gjitur vajzën Luna dhe ninjën e natës tek raketa. Hardhuca zvarritëse, ato ninjat mole kanë tepruar tani. Koha për t'u bërë heronj. Ky është i gjithi pa yt. Nëse nuk do t'u kishe bërtitur ninjalinove, nuk do t'kishte ndodhur kjo. Fajim? Jo. Unë doja thjesht të shkatroja ditën e hapësirës, jo të bëhesha qendra e vëmendjes. Ato ninjat mola e tepruan këtë herë. Duhet ta pranoj, më pëlqente më shumë kur ishin ata të këqit. Po, sikur të kishte një mënyrë për t'i bashkuar me ndihmësit e tyre. Prisni, kjo ishte. Ndoshta ne mund të ndajmë ninjat mola duke i kthyer me keqbërësit e tyre. Po pra, por si? E thjesht, duke ju treguar se ju interesojnë vërtet. Jo dhe aq keq. Nëse duam të funksionoj, duhet të shpëtojmë vajzën Luna dhe ninjën e natës para se të niset. Ju shpërqendroni ninjat mola, unë do të liroj ata të dy. Hey ninja mola, këtu poshtë. Krahët e bufes! Super shpejtësia Machokut. Radha ime, kamuflazhi Gekos. I beson do të heronj me pijama. As që u përpoqen të na shpëtonin. Mos lëvizni ndërkohë që ju largoj që këtu. Super muskujt e Gekos. Prit, pse po na ndihmon? Sepse kjo është gjëja e dur që duhet bërë. Dhe po mendoja se mbase doni të bashkoni mendimësit tuaj. Prisni, por duhet të tregoni të mirë dhe t'u tregoni pak respekt. Jemi keqbërës, nuk sillemi mirë. Hey, mirë, atëherë ninjat mola do të rinë këtu dhe ju të dy jeni të mbaruar. Po vin! Djema, nuk i mbaj dot edhe për shumë kohë.
Përgjigja e Hardhucës. Ha, kjo është për të qeshur. Shiko se sa të padobishëm janë ninjalinot pa molat e mia fantastike. Ha! Molat e tua nuk janë asgjë veç se krah. Ninjat e mi janë truri super inteligent këtu. Ninjalinot e mi më të shkëlqyer nuk kam se ju duhen ato molat koti. Ti dëshiron të luajmë në këtë mënyrë? Dëgjoni, molat e mia të bukura dhe madhështore. Nuk ju duhen më ato ninjat koti. Asja nuk i quan koti ninjalinot e mi. Ata janë luftëtar shumë të aftë. Edhe janë të mitë. Po funksionon. Wow, ninjalinot dhe molat nuk e din sa anën e kuj duhet të mbajnë. Po bieshi ninjash? Koha për të bërë heron. Të kapa! Super muskujt e Gekos. Kapa djalosh i vogël. Fituat këtë herë heronjt me pijame, por do të kthehemi. Faleminderit djali Hardhuc. Duhet të përgëzoj, Geko, plani yt funksionoi. Ju kishit të drejtë, heronjt ndihmojnë gjithmonë për këtë punën, edhe sikur të duhet i bashkojnë armiq. Heronjt me pijame bërtisnin të gjithë ura. Sepse gjatë natës ish pëduan të gjithë. Kush i ka fuqitë e bufit? Mirë, fëmi, gati të luajmë me Gjeni Thesarin. Duhet vetëm pak njëri për zgjedhjen e enigmave dhe sy të mbret. Më duket si loj për Amajën. Rregullat janë të thjeshta. Zgjidh një listë me gjurmë dhe gjeni thesaret e fshehura. Tani, në grupe. Gjurma e parë është një gjegjës. Shkon para dhe pas dhe ndërmes ajrit, por nuk të çon kurr askund. Një lodër? Diçka me të cilën luajmë te parku i lojrave, si lisharse. Do Lisharse! ta thoja edhe unë. Forca! Mendoj se nuk është pjesë e lojës. Vetëm nëse gjurma e radhës përfshi një urith gjigant. Oh, çfarë ndodhi? Më falni, fëmi, nuk mund të luajmë me gjetje thesari sot. Por ne mund të gjejmë atë që e bëri këtë. Herojnë me pijame, Jaku po vin! Drejt natës për t'i shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup si patrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Geko! Po! Connori bëhet Djali Macor! Amaja bëhet Bufe! Heronjt me pijame! Pamja me sytë e zogut në ndihmojnë të zbulojmë kush e bëri. Tek avioni i bufes! Sytë e bufes! Atje poshtë! Ninjalino! E mbajta pergamenën antike për një natë të tërë. Edhe ju llafazan nuk keni gjetur asgjë? Ndaloje çfarëdo që je duke bërë ninja i natës. Unë? Thjesht po i organizoj ninjalinove të mi një lojë të vogël. Loj, çfarë loje? Kap një thesarin e ninjas. Kap një thesarin e ninjës? Kjo më duket argëtuese. As që bëhet fjalë të luajmë lojra me ninjën. E dita, thjesht që... Nuk do t'ja dilni gjithsesi. Dua të them, nëse ninjalinot e mi nuk janë mjaftueshëm të zgjuar sa të zgjidhim gjurmën e parë, atëherë ju heronjt e shpifur nuk keni asnjë shans. O, ashtu? Bufe, sa po tham që... Merrem unë. Me shpejtësinë e djalit Machov, fuqinë e Gekos dhe fuqinë time të bufit, mendoj se do ta kuptosh që fitojmë ne në fund. E shpejt, ha? Nëse mendon vërtet se mund të zgjidhësh 3 gjurmë dhe të gjesh 3 thesare, Nuk mund të luaj me të. Duhet të ndalojmë shkatërimin. Kjo është mënyra si duhet ndaluar. Pra, nëse i gjejmë të gjithë thesaret, loja do të mbaroj. Nuk ka më shkatrim. Dakor? dakord. Jo se do t'i zgjidhin ndonjëherë gjurmët. Shihemi më vonë. Wow, kushtoja Kjo i... ishte e re. Djema përqëndrohuni, të gjejmë thesaret.
Gjurma numër 1, në ujë dhe ajër rritet dhe shkëlqen. Edhe pse gjendet lart, lulëzon shumë poshtë. Një gjë tjetër e vështirë. Diçka që i duhet ujë dhe ajër për të lulëzuar. Një lule! Duhet të jemi atje lart që ta gjejmë. Po filloj. Një lule lotusi që shkëlqen. Po! Uhu! Wow! Lëvizje bukur. Faleminderit. Super zgjuarësia ime. Shumë e ëmbël, ha? Është argëtuese, cila është gjurma e radhës? Një lloj harte thesare ninjash dhe ylli ninjas tregon vendin. Bëj mirë ta gjejmë para se ninjalino të shkatërrojnë qytetin. Krahët e bufes do të na hyjnë në punë. Apo duhet të them në fluturin. Kush e ka fuqinë e bufit? E gjeta! Ylli i ninjas! Mirë djema, ecni drejt në rrugën kryesore dhe ktheuni majtas. Sa më trembi. Pra e zgjidhet gjurmën e parë. Fati i fillestarit, nuk do të fitoni kurr. Sikur të kishin krah dhe ninjalinot e mi. Ninjalino duket sikur nuk po përpiqen fare të zgjidhin gjatë gjëzat. Po, thjesht po na ndjekin ne. Duhet të bëjnë me hile për të na mundur. Forca! A je i sigur që ky është vendi i dur? Sigurisht! Super shpejtësia Machokut. Nuk ka gjë brenda. Ndoshta është poshtë? Erdhëm ne të parët. Shpejtësia Machokut. Super muskujt e Gekos. Oh. Po. Po, thesari i dytë. Edhe një, cila është gjurma e fundit? Palos cepat, mos është gjë një kod ky? Jo, janë udhëzime për origami. Ky është arti japonez i palosjes së letrave. Thjesht duhet të palosësh ambëndecën dhe... Wow, është një dragua. E di se ku mund të jetë thesari i fundit? Muzeu. Mendon se këtu ka gjëra dragonjsh? Shpresoj mos të ketë dragua të vërtet. Ka shumë lloje gjërash të vendosura në... Gjeta diçka. Një vezë? Një vezë fosile. Sipas legjendës mund të jetë vezë dragoj. Mustaqet e mia të matses kanë një parandin të keqe për këtë. Pra çfarë duhen këto thesare ninjas së natës? Është thjesht një lojë dhe ai është duke humbur. Keni kujdes, duan të marrin vezën. Era e krahëve të bufes, largohuni nga thesari im. Ne fituam! Po! Do doja të mos e bëje më këtë. Edhe këtë po e thot djali ardhuc me fuqi kamuflazhi. Lëshoj e vezën, zoçk. Loja mbaroi ninja i natës, nuk ka më shkatërim. Është koha të shpërndash ninjalinot e tu. Ose ti mbledh këtu. Faleminderit që gjetët thesaret. Nuk janë të tuat. Nuk do t'i kishit gjetur kur gjë e gjëzat. Ti as që e di se çfarë është origami. Po e di, është diçka që ka lidhje me shamit. Gjithsesi, të gjithë dukeni me shumë dëshirë për punën, sidomos krahët e mrekullive. Tani për çmimin tim. Ju kapa. Me hile? Nuk është e drejtë në ram dakord. Loja ime, rregullat e mia. E çfarë ke në plan të bësh me gjithë ato gjëra gjithsesi? Me gjëra nën kupton këtë lotusin e rrallë, këtë statuën antike të majmunit edhe vezën e dragojit? Po, në fakt janë përbërës për një recetë antike ninjash. Çfarë? Për të përmirësuar lëndën time ngjitse. Jo! Po, tani le të filloj gatimi. Një petale lotusi. Pakës vezë dragoj. Edhe
Një prekje nga drita e hënës së majmunit. Pluq, u bë që tani? Doni ta provoni? Ja! Ky ngjitës nuk është më ngjitës, është i rënd. Unë nuk lëviz dot. Nuk ka gjë më të fortë se ngjitës i rënd. Ja! Edhe pasi të mbush bazën tuaj të dashur, ju statujat në pijame nuk do të njaftroheni më me mua. Nuk do largohesh me kaq. Korrigjim, nuk do të largoheni ju. Ruajini Ninjalino. Është faji im. Isha shumë e emocionuar të luanim lojën, sa nuk mendova planin e ninjës së natës. Po, nuk e kisha menduar kur se do përfundonim si topa bulingu. Duhet të dalim që këtu. Por si, ngjitësi i rënd është gjëja më e fortë në botë. Atëherë ngjitësi i rënd do të na nxjerrë që këtu. Hej, Ninjalino! Më duket se një prej nesh jam mbathi kur bëni roje. Bu! Tani djali ma qop! Emir si zov! Au! Nuk lëviz dot! Më nxirrni që këtu! Të munda në lojën tënde. Le të çojmë lulen dhe vezën atje ku e kam vendin. Statujën e majmunit do ta marrim tek baza. Nuk duam që ninja i natës të bëj sërish recetën. Heronjt me pijame, përtisni të gjithë ura. Sepse gjatë natës i shpëtuam të gjithë. Mirë, gjeni gjëgjëzën. Hidhni një sy. Nëse kërkoni thesar për misht, është vendi ku mbani librat, a e gjeni dot? Atëherë, ti po thua se thesare duhet të jem fshehur në një vend ku mbajmë dhe librat. Çantat e shpinës, po ja marr dorën kësaj. Mënyra ime për të falë nderuar. Të lutem, nuk dua më gjëgjëza. Jeni shokët më të mirë të kërkimit të thesarit. Djali ma çon. Pufja! Gecko! Goes into the night so they can save the day. Who are these heroes to show you the way? PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. 'Cause bedtime is the right time to fight crime. I can't think of a rhyme. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks. Fliperi i heronjve. Wow, sa po e kuptova. I kemi ndaluar të gjithë keqbërësit çdo herë. Ke të drejtë, ne të tre kemi shpëtuar që të gjithë në çfarë do lloj mënyre. Hey, jemi shumë të mirë për këtë punën e herojt. Kjo dihet. E po unë vëbas që mund të ndalojmë edhe një shkatrim. Ku shkoj topi shkatërues? Wow, thjesht u zhduk. Nuk është as pak e mirë. Bëj mirë ta kontrollojmë. Herojt me pijame, ja ku po vim. Drejt natës për t'i shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup sypatrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Gecko! Po! Connori bëhet Djali ma çon. Amaya bëhet Ufe! Herojt me pijame! E shini gjëkundit topin? Jo, e çuditshme. Thjesht u zhduk. Si ka mundësi që diçka kaq e madhe u zhduk? Gecko ka të drejtë, duhet të ketë në një farë gjurme. Te makina e Macokut.
Wow! Oh, mendoj se e gjetëm. Ha! Çfarë po ndodh? Çfarë do qoftë, mund ta rregullojmë. Ha! Romeo, dihej kjo. E po të shkemi insektet me pijame? Oh, ba! Çfarë nuk shkon me topin shkatërues? Doni të thoni fliperin gjigant. Dhe këtë herë nuk keni se si të më ndaloni. Vërtet? Dua të them, këtë e kemi dëgjuar edhe 1.000.000 herë të tjera. Po, nuk ka asgjë që nuk mund ta përballojmë nga planet e tua. Pa qifat kur të kthej qytetin në makinerinë e fliperit, më të madhe, më të keqe dhe më shkatëruese në botë. Pastaj loja do të mbarojë insektet me pijame. E bukur, mjeshtër. Të gjithë qytetin? Oh, Mos e vrit mendjen, çfarë mund të bëjë një fliper gjigant? Ho, do ta shihni, filloi loja. Ha? Do të duhet më shumë se një top rumbullak për të na ndalur. Bufe, ti nga dalsoje me erën e krahëve. Shumë e thjesht. Gecko, prit sinjalin tim. Era e krahëve të bufes. Nuk bëri asgjë, po provoj sërish. Era e krahëve të bufes. Djema, duhet pak ndihmë këtu. Wow! Era e krave të bufes. Ne përballojmë gjithçka. Sa për të qeshur. Je përmirësuar shumë, mjeshtër. Me të vërtet, filloi loja. Nuk ka mënyrë që ata heronjtë e paaft të më ndalojnë këtë herë. Andara, shikoja këtë. Super shpejtësia Machokut. Ha! Po, po, Djali Machok! wow! Gecko shpëtos statujen. super muskujt e Geckos. Ha! E shikoni Romeo, ne përballojmë çfarë do lloj gjëje. Ho, të lutem. Do të duhet pak më shumë se kaq për të më ndaluar. Nuk e prisja. Mos u shqetëso, e ndaluam një herë, mund ta bëjmë sërish. Me lehtësi. Nuk do t'isha kaq i sigurt. Më lejoni t'ju prezantoj me topin shkatrues numër 2. Qetësoni shok, mund ta bëjmë këtë. Mendoj se duhet të ndajmë. Jam i sigurt që mund ta ndaloj me super muskujt e mi të Geckos. Bukur, të kapin topin tjetër shkatrues. Hej Bufe, më ngre dot lart? Patjetër. Ha! Tani më ul si për topit shkatërues. Nga dal. Wow! Në rregull, mirë. Wow, ide e mirë. Ndërkohë që ti ndalon këtë, unë po shkoj të ndihmoj Geckon. Mjeshtër, ai po ndalon topin. Për momentin. Le të luftojmë. Mirë, fliper gjigant. Jemi vetëm unë dhe ti. Super muskujt e Geckos. Më mirë super kapjen e harducës. Gecko! A je mirë, Gecko? Thjesht më merrem pak mend. Ndoshta e kishim gabim kur tham se mund të përballojmë të gjithë gjërat. Iku njëri nga topat. Djali Machoki, kujdes! Wow! Ha! Ha! Përpjekje e bukur, heronj, por shikoni këtë. Oh! Oh jo, po vinë të dy drejt bazës. Oh, mendova se thatë që mund të përballoni gjithçka. Ha, një top ishte sfidë.
2 topa, telashi 2 fisht. Por 3 topa... Koha ti thoni lam të mirë gjithë shkaje që doni, insektet me pijame. Jo, Mendoj se e kemi nënvleftësuar Romeon. ndoshta, por heronjt me pijame nuk dorëzohen. Nëse dëshiron të luaj flipper, le t'i tregojmë flipperin e heronjve. Forca! Aktivizo sekuencën e fluturimit. Tani, Oh, dhe as mos e mendoni të fluturoni, insekte. Po kujdeset roboti për ato opsion. Nuk kemi si t'ja mbathim. Ke të drejt, ne nuk do t'ja mbathim. Do t'a mundim atë në loj. Mbahuni. Përplasu pas, 5, 4, 3, prit, çfarë po ndodh? Rrotullim maksimal, Gecko. Jo! Mallkuar qofshin heronjt e shpifur. Miru pafshim heronjt me pijame. Gecko, sërish, rrotullimi maksimal. Duhet kohë për ta përsëritur sërish. Ne nuk kemi kohë, po na afrohen me të vërtet shumë. Gecko, fundose bazën. Si urdhëron? Na ul poshtë. Tani, Bufe, mblidhi krahët, do të shkojmë në ujë. tani le të largohemi që këtu. Fluturojmë. Jo, shpejt, largoje laboratorin që aty. Po, mjeshtër. Tani let ju tregojmë atyre mendje mëdhenjve që nuk janë shumë të zgjuar. Po, sill topin e tretë shkatrues dhe aktivizo elastiqet e fliperit. Patjetër, mjeshtër. Nëse ato insektet me pijame mendojnë se mund të ikin që këtu, e kanë shumë gabim. Tani zjarr! Jo, shpëtuam për pak. Mendove shumë shpejt, djali Machok. Shok, mos e shikoni tani, por në një farë mënyrë drejt nesh po vjen një top fluturues. Për 5, 4... Më duket se nuk na ka mbetur asnjë gur rezerv, apo jo? Gecko, gjuaj me fuqin maksimale të shtytësve. Bufe, objektivi është topi. Me një herë. Kuptova. Loja mbaroi. Jo! Planimi ishte i pagabueshëm. Ata heronjtë e shpifur më mundën. Përsëri. S'është e drejtë, s'është e drejtë. Mjeshtër. Mjeshtër. O, baba. Wow, Romeo desh na mundi për pak. Sepse menduam se mund të përballojmë gjithçka. Ne mundemi. Nuk duhet të nënvlerësojmë seriozitetin e problemit. Kjo është hera e fundit që e bëjmë këtë. Dhe kjo është hera e fundit që luaj, Flipper. Është lojë e rrezikshme. Ikandej! Heronjt me pijame për tistit e gjitura, sepse gjatë natës i shpëtuan të gjithë. Topi kërcyes. Realizuam disa lëvizje super fantastike natën e kaluar. Zhytja ime piruet ishte shumë e bukur. Aktimi i zhytjes me kokposht ishte hata. Po nga ta dimne, ishe i padukshëm. Edhe po ta kishim parë lëvizjen e Gregut, nuk do të ishte aq e bukur sa super rrotullimi im i dyfisht. Wow! Ulje e bukur, Connor. Kuçiku. A je mirë? Unë burra shumë për atë super lëvizje. Nuk ishte faim, ishte kjo gjëja. Është si një top kërcyes. E po, nuk ka top që më rrëzon mua dhe ja hedh baq. Connor, u rrëzove. Nuk është problem. Kushdo që e ka lënë këtë këtu do ta zbuloj se sa super jam sonte. Heronjt me pijame ja ku po vin. Drejt natës për t'i shpëtuar të gjithë.
Nata në këtë qytet dhe një grup si patrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Gecko! Po! Connori bëhet Djali macor. Amaya bëhet Bufe! Heronjt me pijame! Një rrugë plot me të tilla. Le ta ndjekim. Po, koha për të bërë super. Djali macok bie gjithmonë në këmbë, me apo pa topa. E dim që je super, nuk e pse e thua kaq Tek shpesh. makina macokut. Të çojmë nga kjo anë. Shikoni djalin macok kur përdor super shpejtësinë për t'i shpëtuar të gjithë. Asgjë nuk më ndalon dot. Juhu! Po! E çuditshme. Rruga mbaron ka këtu. Çfarë do të thuash me plan? Kjo nuk bën punë. Si e lejove të ndodhte te kjo? Ndalo aty, Romeo. Ura! Ha! Ha ha! Nuk kam bërë asgjë. Dikush më ka marrë shpiken time të madhe, makinerin time të kërcimit. Më lër ta gjej. Vën gjëra të kërcejnë? Jo vetëm kaq, do të më ndihmoj mua që të pushtoj botën. Si? Po, fillimisht duhet ta gjej. Më kanë vjedhur. Ma lër mua në dorë. Do ta kapunaj tutin me super kërcimet e mia. Oh! Mbaja pak veten, Tigër. E din që je gati të hidhesh, por e rëndësishme është të gjejmë makinerin. Dhe të ma ktheni mua. A nuk the që kishe në plan të pushtoje botën me të? Do ta gjej vet. Ha? OKP, objekt kërcyesi pa identifikuar. Ninja i natës. Ardhuca zvarritëse, a i po ndryshon lëndën gjitse në lëndë kërcyese. Vazhdoni kështu, Ninjalino, më lart! Në rregull, tani unë do ta kap ninjën e natës. Prit aty, djali macok. Na dorëzo makinerin ninja i natës. E po, pse duhet ta bëj këtë? Ju, heronjt me pijame, nuk e keni parë se çfarë kam në plan të bëj me të. Por fillimisht, le të luajmë një lojë të vogël me rri larg. Do të ngjit një ndërtesë dhe do ta kap. Do të fryt drejteja me rëndime të krave të bufes. Djali macok për t'ju shpëtuar. Shpejtësia macoku do t'ju shpëtoj. Ulje e bukur, kotele e shpejt. Ja ku qenke. Çfarë nuk shkon me mua? Si ka mundësi që jam unë ai që përfundoni një pemë? Qetëso, mirë. Por duhet të bëhem serioz dhe t'ju tregoj vlerën e mustaqeve. Kam ekipin më të shpejt dhe më të kërcyshëm në të gjithë botën. Mjaft luajt e lëra, ninja i natës. Por kjo është serioze. Ninjalinot e mi nuk janë vetëm kërcyes, janë hajdut kërcyes. Do të vjedhin çfarë të dua unë, pajisje palestre për të bërë ninjalinot më të fortë. Materiale arti që të më vizatojnë piktura nga më të bukurat. Ti the që kjo ishte serioze. Edhe librat e mi të mjeshtër fengut, se cilin prej tyre. Filloni vjedhjen. Ju insektet me pijame nuk do t'i kapni dot kur. Do t'i nxjerr nga rruga me rëndime të krahëve të bufes. Unë do mbledh ata topat të mdhenj kërcyes me super muskujt e Gekos. Po! Super muskujt e Gekos. Era e krahëve të bufes. Po! Djali macok për t'ju shpëtuar. Askush nuk i merr
Edhe unë jam aq super sa ata, po të mos ishin këto gjërat këtu. Po sikur kërcimi të shtoj shpejtësinë e Machokut. Kjo do ishte një lëvizje fantastike. Ndoshta lëvizje ime më super. Super kërcimi Machokut. Pa! Wow! Wow! E dim që je super, nuk është nevoja të vërtetosh. Më falni, po testoja lëvizjet e mia të reja. Është super, apo jo? Wow! Djali Machok! Jo, prit! Wow! Wow! Është shumë shpejt! Djali Machok, të kapun! Bench pupuritëse! Është shfaqje me heronj që kërcejnë. Kjo fal makinerisime të kërcimit. Jam një gjeni. Jo, ti mund ta kesh shpikur makinerin, por unë jam ai që kam planet djallëzore. Jo aq të mira sa të mit. Tani më kthe makinerin time. Unë di të jemi keq, po aq mirë sa dhe ti. Ti je një hajdut mendje ngusht. Nuk jam. Kur të mbaroj do të kem koleksionin më të madh me libra dhe figura. Ma kthe! Kur? Është shpikja ime! Super ninjalinot e mi nuk mund t'i mundësh ti. Grupi yt me kopje si ty nuk është aq i mirë sa roboti im. Tregoju a robot. Jo! Tani mund të gjuaj kudo në qytet. Plani yt ishte ky, mjeshtër. Po, ishte plani im nga fillimi. Kur të gjithë të zgjohen dhe të dalin jashtë, do të kërcej në ajër. Atëherë askush do të më ndaloj të pushtoj botën. Sa mirë që kam shpikur super çizme të rënda që të mos kërcej. Tani le të filloj kaos i kërcyes. Kape këtë dhe këtë. E she ninja i natës, kur vjen puna të të qenit i keq, unë jam fantastik. Unë jam i hatashëm. Unë jam super i hatashëm. Pa dëgjojni, e pa besueshme. Wow! Ata po flasin si ti. Filloje të vërtetoje që ishe super! Edhe pse tashmë e dim këtë. Keni të drejtë. Wow! Më falni! Nëse do të jesh super, atëherë puno me ne! Në rregull. Wow! Koha të bëhemi heronj. Koha për një lëvizje super fantastike, por duhet të jetë e përsosur. Super kërcimi Machokut, bufe, era e krave të bufes tani. Gecko, super kapja i harducës. Wow! Juhu! Nuk po kërcej, ma. Super shpejtësia Machokut. Gabim, çfarë po ndodh? Ja hoqëm fare qizmet. Romeo, prapateje! Hej, mi kthe ato! Jo! Të kapa. Wow! Le ta kthejmë brapsht. Në rregull, Gecko! Si toni ti bëjmë një xhiro të vogël kësaj pajisjes problematike. Drejt hapësirës. Makineria ime do ta gjej një plan për t'ju kapur heronjt me pijame. Plani yt nuk do t'jetë aq i mirë sa imi. Do të jetë! Nuk do t'jetë. Do të jetë! Nuk do t'jetë. Nuk mendoj se do të mësojnë ndonjëherë. Tani shikoni si i madhërisht djali Machok përdor super shpejtësinë e tij për të pastruar të gjithë ngjitëset në kohë rekord. Prit, ka shumë të tilla. Dhe janë të ngjitshme. Në fakt, më duhet pak ndihmë nga shokët e mi. Heroj me pijame për tisni të gjithë ura!
sepse gjatë natës i shpëtuam të gjithë.